Deputeti Lulzim Basha i është përgjigjur videos së kryeministrit ndërsa u takua me kandidatët e Durrësit. Ai përmendi socialistët e arrestuar mes tyre dhe ish deputetin e Durrësit në videon me kandidatët. Orave! Durrës jam rame! Aja qove 2 paketat Lalierit apo jo? Apo për i ru për nëj tjetër? E di veti. Më tha një nga tut këtu. O lull, mos fillosh nëj biznes me import cigaresh, se s'ke për t'ja dalë do të me paketa për këto tonët në burg. Më ram. Njere të humor me shok të mi. Ja ku i ke, shok të mi të Durrësit, të Krujës, Fush Krujës, të Shijakut. Po shok të tu ku i ke më rame. Ku e ke Lalierin më ram? Ku e ke Terin më ram? Ku e ke më ram Gjusha Kulloren? Më ram. Po Lir Beqen? Po Benametaj? Ram. Qa do i qojmë Jurgis Qype së rame? Se si jam ush do të menjen vetëm me cigare ati. Ka dalë gjitha ne duke thonë që votat i mora për Ramën, jo për vete. Kujdes rame, se s'ta dalë do t'as me fabrik duhani ma. Drejtuesi politik i koalicionit Euro-Atlantik Lulzim Basha prezantoi kandidatët për deputet në qarkun e Durrësit para strukturave. Ata janë Qazim Bayraktari, Mimoza Çelçima, Pirina Çypi, Stella Dedeja, Albor Elezi, Elian Kasa, Xhulieta Kertusha, Drini Muharremi, Jonus Myshketa, Sami Osmani, Elona Prendi, Ardian Sheta, Nazmi Shuli dhe Gjergj Tirja, të cilët do të garojnë në listën e hapur në këtë qark.